Përshëndetje dhe mirëmbrëma miq. Si çdo të hënë në ekranin e Star Plus vjen emisioni sportiv Star Sport. Humbja e vllaznisë ndaj Skënderbeut ishte ajo që mori më shumë vëmendje gjatë këtij emisioni, ku nuk mungoi edhe debati në studio. Po një lojë apatike e vllaznisë, duket se nuk kishin atë dëshirën, atë grindin përfitore. Kjo vjen edhe sipas një rezultatit i lojës jo të mirë vllaznia si bani me Tiranën. Moshë një se ishte se shkojnë tifozat me pa ndeshje në stadium, presin biletat, dhe tu i pyet njerëzit ishin rezultatin para se me fillu loja. Kjo skema, unë e kam thënë edhe më përpara në këtë studio në Rume, kjo skema kampionatit domethënë me këtë pilar forit që nuk e ka asnjë vend në Europë, e ka bërë që edhe angazhimi i lojtarëve të jetë pak më në nivel domethënë, veç me pa klasifikimin, që shkull jena në këto vende këtu, e shef se që i thojnë mungesë për kushtimit, si të thëmë edhe rezultati flet vetë po. Si ka mundësi që vllaznia sohe që ka pas nevojë për pikë ka gjithë të Skënderbeut. I vetmi aleat i vllaznisë kur ka kanë luftë të për kategorisë e burrë din fort mirë kujtimi. Ka kanë vetëm Skënderbeut që ja përgjigj. Atëherë kur ka nevojë duhet më kthy. Tonë e dinë se si ka kanë ndeshje. Deshta mi fanadin na borxhemi e dërkur mi kthy borxhe Korç. Se s'kan faj njerëzit, pa i kthym borxhin. Jam dakord se na ka lënë një herë, po ja kena lënë ana 3 herë. Tash deri kur dona me pa, jam final fori jashtë e rritun, nuk ka pse me shku ekipin vend dytë, na kishim mundësi me shku në vend parë. Pjesë e këtij emisioni u bë dhe Rejana Livoda me anë të një lidhje direkte nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ku foli për aventurën e tij të re me ekipin e Etihad Kalba. Deri tani aventura ime po shkon shumë mirë. Ndeshjet e para, 3-4 ndeshjet e para nuk isha titullar, mora minuta në pjesë dytë, pas 4 ndeshjeve kam qenë sa ndeshje titullar dhe deri tani ka shkuar gjithçka mirë. Emisioni Star Sport në javët në vijim do të jetë si zakonisht çdo të hënë në orën 21. Bashkë natën e mirë.